Mbi 100 motoristë nga Shqipëria dhe Italia janë bërë bashkë në paradën e motoristëve në qytetin e Pogradecit duke tërhequr vëmendjen e banorëve e turistëve. Sipas organizatorëve dhe motoristëve të ardhur nga Italia, festat të tilla i shërbejnë promovimit të turizmit të një qyteti si Pogradeci, ndërsa tuajt shtojnë se vinë her pas here në Shqipëri, pasi sipas tyre tani më ky vend është shtëpia e dytë e tyre. Kanë ardhur miq nga Shiaku, nga Lezhë, nga Italia, nga Korça, janë nga krau këte. Nga Pogradeci që jemi ne organizatorët, kemi dhe një qef që të zgjojmë qytetin nga dimri i gjatë, ta zgjojmë, të gjallërohet qyteti, për promovim, për turizëm, për të gjitha, për të loguar, për të çekuar, çdo gjë. Do t'ja bëjmë Pogradecit të gjitha, të themi facilitetet e mundshme që turizmi të kapi majat. Duke promovuar turizmin, edhe unë prandaj sjell gjithë këto grupet për turizmin në Shqipëri. Gjithçka që shohin në Shqipëri i pëlqen. Edhe të bëjmë edhe një xhiro rrumbullak Shqipërisë, të shohim Shqipërinë. Në Shqipëri kam ardhur me motor një herë dhe një herë tjetër për turizëm. Jemi më shumë se 13 italianë. Na pëlqen Shqipëria, kemi vizituar më parë Sarandën, pas Tepelenën, Syrin Blu, gjithçka. Do rikthehemi përsëri. Vim gjithmonë në Shqipëri, na pëlqejnë dhe vajzat këtu. Çfarë do të thotë që një italian vjen në Shqipëri? Do të thotë që vjen në shtëpinë e tij. Të ardhurat gjeneruese nga kjo paradë i kalojnë për bamirësi fëmijëve me probleme shëndetësore.